Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një luk uthullmolle çdo ditë dhe do I thoni lam të mirë këtyre problemeve. Uthulla e mollës prodhohet gjatë procesit të fermentimit të mushtit me ndihmën e baktereve të acidit. Produkti përfundimtar ka shije frutash dhe është veçanërisht I përshtatshëm për përgatitjen e sallatave. Uthulla e mollës jo vetëm që ka një shije të mirë, por ka edhe një efekt tepër pozitiv në shëndetin tuaj. Si një ilaç natyral shtëpiak, uthulla e mollës ndihmon kundër sëmundjeve të ndryshme. Përbërësit kryesor përfshijnë vitamina A, B1, B2, B6, BC dhe E, beta-karoten, acid folik, kalium, magnez, hekur, jod, zink e të tjerë. Uthulla e mollës ka një histori të gjatë si një ilaç shtëpiak. Të lashtët e përdorën atë për shembull për të dezinfektuar plagë të ndryshme në trup. Në mesjet, ilaçi acidik përdorej më shumë për të trajtuar probleme nga më të ndryshmet shëndetësore dhe deri më sot, ky produkt ka arritur t'i rezistojë kohëve. Ndërkohë, uthulla e mollës mund të konsiderohet gjithashtu një produkt tërësisht natyral bukurie për një lëkurë të pastër dhe flok me shkëlqim, si edhe një shëndet më të mirë. Uthulla e mollës stimulon tretjen. Nëse ju vuani nga stomaku, uthulla e mollës mundet ju ndihmoj sepse ka një efekt tepër pozitiv në shëndetin e zorrëve. Acidi stimulon formimin e përshtymus, acidit të stomakut dhe lëngjeve tretëse. Si rezultat, enzimat tretëse çlirohen gjithnjë e më shumë, kanë efekt tretës dhe ndihmojnë në kapsullok dhe njëkohësisht në urdhë. Ato gjithashtu reduktojnë edhe fryrjen e barkut. Uthulla e mollës ju mban ju më të ngopur për një kohë më të gjatë. Subjektet në një studim të uthullës së mollës konsumuan uthullmolle gjatë gjithë ditës, krahasuar me një grup testues I cili nuk konsumoi uthullmolle. Ata konsumuan çdo ditë mesatarisht 275 kalori më pak. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu në humbjen e peshës. Efekt antibakterial. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës ka veti antiinflamatore dhe njëkohësisht antibakteriale. Uthulla e mollës mundet që të luftojë në mënyrë efektive të gjitha bakteret dhe mykun tek uthulla e mollës. Polifenolet të cilat përmbahen në uthullën e mollës thuhet se lidhin radikalet e lira dhe kanë efekte antiinflamatore. Uthullën ju mundet që ta përdorni edhe për të dezinfektuar plagët dhe lëkurën. E mirë për sistemin tuaj imunitar. Uthulla e mollës përmban shumë minerale dhe njëkohësisht vitamina të cilat forcojnë sistemin tuaj imunitar. Këto përfshin vitaminën A dhe C, kalium, magnez, hekur dhe shumë gjëra të tjera. Megjithatë, një dietë e shëndetshme është gjithashtu e rëndësishme, pasi efekti vetëm e uthullmolle është relativisht I vogël për shkak të sasisë së vogël të konsumuar. Zbutës për flokët dhe I dhuron atyre shkëlqim. Uthulla e mollës për flokët është një tjetër këshill e njohur. Rekomandohet për flokët të cilët yndyrosen shpejt dhe njëkohësisht për skalpin e thatë. Uthulla e mollës gjithashtu vepron edhe kundër spokthit. Mund ta përdorni si një zbutës duke I shpëlar flokët tuaj me uthullmolle pasi t'i keni larë. Për ta bërë këtë, shtoni një lugë çaji me uthullmolle në një filxhan
ujë në një shishe bosh, ndërkohë tundeni dhe aplikojeni në flok. Lëreni të veprojë për një kohë të shkurtër dhe më pas shpëlajeni me ujë të pastër. Megjithatë, është e rëndësishme që para konsumit gjithmonë ta holloni uthullën me ujë. Përndryshe, acidi mundet që t'ju ngacmojë stomakun. Nëse e shijoni rregullisht uthullën, mund të prisni një tretje më të ekuilibruar. Uthulla supozohet edhe të ndihmojë me kapsllëkun. Ajo gjithashtu ndihmon edhe me urthin, por në këtë rast duhet pirë pas vaktit ushqimor. Si të pini uthullën e mollës? Sipas ekspertëve, gjithmonë ju duhet që të pini uthull molle të holluar me ujë në mënyrë që acidi të mos irritojë mukozën në traktin tretës. Për shembull, përzini një filxhan ujë të ftohtë ose të vakët me 2 lugë çaj uthull molle dhe 1 lugë çaj mjalt. Funksionon edhe pa mjalt, por uthulla shijon më mirë me mjalt. Sa shpesh dhe kur duhet që ta konsumoni? Në qoftë se ju e pini uthullën e mollës në mëngjes para mëngjesit, thuhet se ajo rrit metabolizmin tuaj, por kujdes, nëse keni stomak të ndjeshëm duhet të hani diçka në fillim dhe vetëm më pas të pini uthullën e mollës të holluar me ujë. Sigurisht mund të pihet edhe në mbrëmje ose në mes. Ndërkohë, uthulla e mollës do të sjellë ekuilibër të duhur të pH-it. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë të gjitha efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet janë relativisht një rrezik i vazhdueshëm për organizmin, i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës, sipas ekspertëve, përbën një kurrë shumë të mirë kundër mykut, e cila prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimet gjithashtu kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj, trupi juaj arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak dhe gjithashtu, studimet kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Rënja nga pesha. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos në qoftë se ajo pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët gjithashtu thonë se konsumi ditor i uthullës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe në rënjen nga pesha. Ndërkohë, duhet të dini se uthulla e mollës gjithmonë duhet pirë e holluar në ujë, kurse ashtu siç është, shija dhe aroma e uthullës munden që të përbëjnë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla mund të përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.